Rreshtet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar problematika të shumta në qytetin e Gjirokastrës. Biznese, infrastrukturë rrugore dhe banesa janë prekur nga vërshime dhe erozioni i tokës. Situata më problematike paraqitet në lagjen Manalat, ku për shkak të erozionit të fortë rrezikohet shembja e 2 banesave. Si mas sigurie, banorët e këtyre banesave janë evakuuar, ndërsa strukturat përgjegjëse vijojnë monitorimin e situatës në terren. Në këto momente jemi duke pritur një grup të specializuar gjeologësh për të parë të gjitha problemet që janë shkaktuara sidomos nga shkarjet, nga rrëshqitjet e kodrave që në disa pika kanë shkaktuar probleme edhe për disa banesa. Do bëhet vlerësimi në rast pas rasti dhe do operohet në ditët në vijim. Në Gjirokastër gjithashtu po punohet nga strukturat përkatëse për zhbllokimin e pikës fundore të shkarkimit të ujrave të shiut dhe pastrimin e segmenteve rrugore brenda qytetit dhe në zonat rurale. Ndërhyrjet synojnë normalizimin e situatës dhe parandalimin e problematikave të mëtejshme të shkaktuara nga rreshtet e dendura të shiut. Po punohet në disa fronte dhe në bashkëpunim me një grup të emergjencave civile nga Ministria, të cilët po punojnë kryesisht në rrjetin rrugor rural të bashkisë. Jemi duke operuar këtu tek pika fundore të e lumit në mënyrë që uji të largohet përfundimisht edhe qarkullimi i mjeteve të jetë normal. Pas rreshjeve të shumta të ditëve të fundit, është ndërhyrë edhe në projnë e Ficos në lagjen Varrosh për të bërë të mundur pastrimin e tij. Kjo ndërhyrje sinon t'i parapri problematikave të mundshme në vijim dhe të shmang rrezikun e përmbytjeve në këtë zonë.